Përshëndetje, si ditë e mërkur, data 21, ku kemi një gjashkëndësh që dielli formon me Neptunin, një kënd që forcon intuitën tonë, na bën të ndërrojmë dhe të gjejmë rrugën e duhur, jemi më të kujdesshëm dhe nuk si nisemi punë, nuk mund ta lëmë në mes rrugës, na ndihmon fati dhe kemi mundësinë. Kjo ndikon pozitivisht tek shenjat siç janë luanët, shiketarët, binjakët, peshorja dhe ujori. Një ndikim shumë i mirë, të ditëve parë dhe ditëve janë shumë favorit dhe pse jo, mund edhe ata që kanë ascendente. Një çështje që është çështje madhore. Me ndryshime të mëdha, me mundësi të mëdha që do të keni tani tutje, ku juve mund të arrini qëllimin sepse është një kohë e përshtatshme, është një kohë vendimtare për marrje vendimesh në kohën e duhur. Në çështjet që kanë të bëjnë për shembull udhëtimet, bisedimet, bëni nga dreka, sepse është shumë mirë. Por juve që keni për shembull për bërë një udhëtim, sepse ndikimet planetare që ju jepet të mundësi kanë të bëjnë me diellin, kanë të bëjnë me hënën, kanë të bëjnë me mërkurin, sepse si ditë e mërkur që është, u jepet mundësia këtyre shenjave dhe shenjat e ajrit që është peshorja, për shembull që ka një udhëtim ose ka një shtyrje gjyqësore, dhe ka, nuk e diskutoj unë, se është edhe mundësia, dhe është një moment që ata të dalin të fituar. Nuk është problemi tyre kjo, por gjithsesi është një moment mjaft i mirë dhe i artë në këtë fushë dhe është koha më e mirë e mundshme mbi ndryshimet dhe